Ky është sekreti që kondicioneri në shtëpinë tuaj të harxojë sa më pak energji elektrike. Të shumtë janë ata që përdorin kondicionerin për ngrohje gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Edhe në të vërtetë një pajisje që mund të ngrohë hapësirën, por duhet të ndiqni disa hapa bazë për të pasur performancë më të mirë dhe për të mos pasur nevojë për të djegur shumë energji elektrike. Shikoni tre hapa të rëndësishëm për funksionin më të mirë të kondicionerit tuaj. Sigurohuni që ajri të mos shpërndahet nga kondicioneri. Çdo gjë që mund të ndërpresë rrjedhën e qetë të ajrit nga kondicioneri, si për shembull një mobilje e gjatë ose një raftë, duhet të zhvendoset. Rregulloni hapjen e ajrit të kondicionuar në pozicionin e duhur. Ju e konsideroni drejtimin e ajrit të jetë veçanërisht i rëndësishëm për funksionimin e duhur të kondicionerit, duke e rregulluar lart, hapësira do të jetë më e ngrohtë dhe më e mirë. Mbyllni dyert dhe dhomat ku keni kondicioner. Është shumë e rëndësishme izolimi i hapësirave ku ndodhet kondicioneri për të kursyer më mirë energjinë dhe për ta mbajtur atë më të qëndrueshme.